Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 9 të surës Isra, Allahu I madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtet, ky Kur'an udhëzon në atë që është më e mira, më e drejta. Kur'ani I shejt është burimi më I plot që na mëson se kush është Allahu fuqiplot, cilat janë cilësitë e tij dhe si duhet ta njohim e ti përkushtohemi atij. Kushdo që e lexon Kur'anin e shenjtë do të gjejë se ai na njeh me Allahun duke përdorur metoda të ndryshme, të thjeshta dhe bindëse për çdo njeri, qoftë intelektual, filozof apo njeri I thjesht. Në shumë ajete të Kuranit njihemi me Allahun ku lexojmë ajetet që flasin për krijimin në përgjithësi. Herë tjetër, Kurani na njeh me Allahun duke përmendur cilësitë, emrat e tij. Kurani I shejt na mëson se Allahu është krijuesi, është një I vetëm, I gjithëmëshirshmi, I drejti, I afërti, dhe është krijuesi pra I çdo gjëje, siç e tham edhe në emisionet e mëparshme. Të gjitha cilësitë e Allahut fuqiplot janë të përsosura dhe ajo është pa të meta, I lartë, I lavdruar qoftë Allahu fuqiplot. Për ajeteve që sqarojnë pyetjen se kush është Allahu, janë edhe ajetet e fundit të surës Hashr, nga ajeti 22 deri në ajeti 24, në të cilat Allahu I madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wash-shahada, huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, al-malikul quddusul salamul mu'minul muhaymin, al-azizul jabbarul mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Që do të thonë për këto ajete, Allahu, pra ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, njohësi I së dukshmes dhe I së padukshmes. Ai është I gjithëmëshirshëm, mëshirëplot.
Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka Zot tjetër. Ai është sunduesi, i shenjti, pra i pastër, nga çdo emet. Paqdhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plotfuqishmi, mposhtësi, madhështori, qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij. Ai është Allahu, krijuesi, formuesi i harmonisë. Ai që çdo gjëje i jep trajt. Atij i përkasin emrat më të bukur. Ata e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë. Ai është i plotfuqishmi dhe i urtë. Sa të qarta janë këto ajete. Ato janë ndër ajetet madhështore në Kur'an dhe shpesh quhen ajetet e emrave të bukur të Allahut. Këto ajete na mësojnë se kush është Allahu. Këto ajete e nxisin njeriu të mendojë e të arsyetojë për gjithçka që e rrethon, me qëllim që të arrijë të njohë krijuesin e tij. Këto ajete na tregojnë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut fuqiplot. Dhe kjo forcon bindjen se çdo fuqi, çdo krijim, çdo gjë në këtë ekzistencë janë të varura prej Allahut fuqiplot. Këto ajete na mësojnë se Allahu është i gjithdituri. Ai është njohësi i të dukshëm, pra i gjithçkaje që duket, dhe i së fshehtës. Asgjë nuk i fshihet Allahu, as veprat tona të hapura, as mendimet dhe as qëllimet tona të brendshme. Sado që të mundohemi të afshehim njerëzve një diçka, por nuk mund t'i afshehim Allahut të gjithditur. Ajetet flasin për mëshirën e Allahut. Ai është Ar-Rahman, i gjithëmëshirshëm, dhe Ar-Rahim, mëshirëploti. Mëshira e tij përfshin të gjitha krijesat në këtë botë, besimtar dhe jo besimtar. Kafshët e që gjitha, çdo lloj gjallërisë. Ndërsa mëshira e veçantë e Allahut fuqiplot është për besimtarët në botën tjetër. Ajetet gjithashtu na njohin me Allahu duke përmendur cilësitë e përsosura të tij. Dhe për e tyre cilësive që përmendim këto ajete janë Al-Maliku, sunduesi. Kjo ka kuptimin që i gjithë pushteti i përket Allahut, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Al-Quddus, i shenjti, pra i pastër nga çdo tmerr. Kjo pra ka kuptimin se Allahu është i pastër nga çdo emet dhe mangësi. Ne jemi të metë të mangur dhe jo Allahu. Ai është pra qenia absolute. As-salamu, paqdhënësi. Dhe kjo ka kuptimin se Allahu është burimi i paqes, i sigurisë dhe i shpëtimit. Al-mu'minu, dhënësi i sigurisë. Kjo do të thotë se Allahu është ai
që i siguron, i mbron krijesat dhe u jep atyre besim. El-Muhaiminu, mbikëqyrësi. E kjo ka kuptimin se Allahu është kontrolluesi i gjithçkaje. El-Azizu, i plotfuqishmi. Fuqia absolute pra i takon Allahut. Dhe fuqia jonë është lidhet me fuqinë e Allahut është plot. El-Jabbar, mposhtësi. Ai pra që i mposhti, dhe i mposht tiranët, zullumqarët, kriminalët, edhe pse i jep afat, se ndoshta mund të vendohen, por fundi i tyre është i dhëmshëm. Ata kujtojnë, ata tiranë kujtojnë se mposhtin gjithçka, duke shtypur, duke vrarë, por Allahu është ai mposhtësi i vërtet. Dhe vjen një ditë që të gjithë tiranët mposhten, ashtu siç u mposht faraoni, ashtu siç u mposht Namrudi, ashtu siç u mposhtën edhe tiranët, diktatorët, për gjatë gjithë historisë. Ajetet përmendin cilësinë el-mutakabbir, madhështore. E gjithë madhështia është për Allah. Ndërsa njeriu el-mutakabbir, njeriu pra që e heq veten e tij si të madh, arrogant, ai pra është vetëm se zullumqar, i pa drejt, dhe do të vi një ditë që do t'jap llogaritën për arrogancën e tij, njeriu. Ajetet thonë se Allahu është el-Khaliq, krijuesi. Krijuesi i gjithçkaje, siç e përmendëm edhe në emisionet e tjera. Njeriu nuk është krijues. Njeriu është pra shpikës, është prodhues. Nuk mund të arrijë njeriu, mendja njeriu të krijojë një qenie të tilla si njeriu me të gjitha karakteristikat që ai ka. Por është Allahu i gjithditur, i urtë, i plotfuqishëm, i mirëinformuar. Ai është krijuesi i gjithçkaje, ai është krijuesi ynë, dhe na ka pajisur me gjithçka që na nevojiten në këtë jetë. El-Bari'u, formuesi i harmonisë. Pra pas krijimit, El-Bari është ai pra që ka formuar dhe harmoninë në këtë ekzistencë, në planetën, pra në qiellin, në tokë. Gjithçka ecën në orbitën e caktuar, nuk ka përplasje. Dhe kjo lëvizje, ky ndryshimi i natës, i ditës, që na tregon pra se Allahu është ai që i ka dhënë harmoni kësaj ekzistence. El-Musawwir është ai që i jep formën e trajtën e duhur gjithçkaje. Dhe Allahu është i tillë. Njeriu i ka dhënë trajtën dhe formën e duhur. Dhe kafshët e ndryshme e ka krijuar me forma dhe me trajta të ndryshme. Gjithashtu edhe pemët, bimët, pra gjithçka. Ai është el-Musawwir, që jep pra atë formën dhe trajtën e duhur. Çdo gjë që ekziston është vepër e Allahut, nga asgjëja në ekzistencë. Sa bukur thot ajeti 11 në surën Luqman, ky është krijimi i Allahut.
Më tregoni çfarë kanë krijuar të tjerët post ti. Por keqbërësit asgjë, por keqbërësit janë vërtet në humbi të plotë. Allahut i përkasin emrat më të bukur dhe më të përsosur. Përmes tyre njeriu e njeh Allahun, e thërret, e lut dhe adhuron. Gjithçka në qej dhe në tokë e lartëson, e përlëvdon Allahun. Edhe gjërat që ne i shohim të pashpirta e kanë mënyrën e tyre të lavdërimit dhe të lartësimit të Allahut. Siç thot ajeti 44 në surën Isra, ato e madhështojnë 7 qiej, toka dhe gjithçka gjendet në to. Dhe nuk ka asgjë që nuk e madhëron ato për Allahun, duke lavdruar, por ju, o njerëz, nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata. Ai për Allahun me të vërtetë është i butë dhe falës. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ajete na njohin se kush është Allahu dhe na mësojnë njohurinë, tauhidin, mëshirën, madhështinë dhe përsosmërinë e Allahut fuqiplot. Allahu pra është krijuesi i gjithësisë, Zoti i vetëm dhe sunduesi i çdo gjëje. Allahu është ai që nuk ka fillim dhe nuk ka fund, që nuk ka nevojë për askënd, ndërsa çdo gjë tjetër ka nevojë për Allahun. Në Islam, Allahu është një i vetëm, pa shok, pa fëmijë, pa ortak. Ai është i gjalli që nuk vdes kurrë. Për këtë është detyrë që çdo njeri ta njohë, ta lavdrojë dhe ta adhuroj krijuesin e tij. Të forcoj besimin në Allahun e vetëm e të pashojë. Të mbështetet tek Allahu në çdo gjendje. Të jetoj me ndërgjegjen se Allahu është mbikëqyrës mbi çdo vepër. Të thras dhe ta njohë Allahun përmes krijimit të tij të përkryer. Të njohë veten e tij që të arrijë të njohë krijuesin e tij. Në ajetin 67 të surës Zumar, Allahu i madhëruar thot, ata nuk e kanë vlerësuar siç duhet Allahun. Pra njerëzit. Në ditën e Kiametit e tërë toka do të jetë në grushtin e tij, ndërsa qejt do të mbështillen në të djathën e tij. Qoftë i lavdruar ai për Allahu dhe i lartësuar mbi idhujt që ja shoqërojnë atij. Sa shumë ka njerëz të tillë, siç thot ky ajet i bekuar, të cilët nuk e vlerësojnë si duhet Allahun fuqiplot. Dhe kjo për shkak se ata nuk kanë arritur ta njohin atë. E kujtojnë dhe njohin që ka Zot kur i bjen ndonjë vështirësi, ndonjë fatkeqësi, ndonjë problem. Të dashur vëllezër dhe motra, le ta lexojmë Kur'anin, të meditojmë thellë në të, sepse Kur'ani na njeh me gjithçka. Kur'ani na njeh se kush është Allahu. Kur'ani na njeh se përse na ka krijuar Allahu. Kur'ani na njeh se ku do të shkojmë. Kur'ani na njeh me qëllimin e krijimit tonë. Qofshim për atyre që e lexojnë Kur'anin dhe e zbatojnë në jetën e tyre, Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kur'anit. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.